Një takim me operatorët turistik, ndërsa u ndal gjatë tek projekti shumë diskutuar në ishullin e Sazanit. Rama theksoi qartë se ishullin nuk është shitur dhe nuk do të shitet, duke garantuar se ai do të mbetet pronë e Republikës së Shqipërisë. Kreu i qeverisë sqaroi se negociatat për projektin nuk kanë përfunduar ende, ndërsa shteti shqiptar do të jetë pjesë drejt për drejt në investim. Në vazhdim në këtë edicion do të ndiqni sipas Sali Berishës udhëkyçin në të cilin ndodhet Shqipëria e qeverisur nga Rama, nuk mund të zgjidhet pa punën dhe sakrificën e drejtuesve demokrat nga qendra në të gjitha degët e vendit. Ai kërkoi angazhim të fortë në terren dhe online përmes rrjeteve sociale dhe përdorimit të inteligjencës artificiale. Donald Trump me anë të një vendimi ka bllokuar arterien kryesore të furnizimit me naftë në botë, ngushticën e Hormuzit, edhe pse pritet prej disa ditësh se një vendim i tillë pritet të ketë një ndikim në marrëdhëniet me Iranin. Përmbyset epoka 16 vjeçare e Viktor Orban, Hungaria i beson kundërshtarit të tij një mandat historik. Votimi rekord sanksionon divorcin e Budapestit me Rusin, duke rikthyer vendin drejt familjes dhe vlerave evropiane. Orban pranon humbjen. Imbrëmatë të nderuar teleshikues, në vazhdojmë me lajmet. Projekti vajzës dhe dhëndrit e Trump për ishullin e Sazanit ka pasur ndryshime, ndërsa kryeministri tha nga Vlora që ende investimi është në fazë negociate. Kreu i qeverisë u shpreh se ishulli nuk do të jetë një resort ekskluziv, ndërsa u kërkoi bizneseve në Vlorë që të mos rrisin çmimet pa ofruar shërbimin e duhur. Investimi i dhëndrit të presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump në ishullin e Sazanit është ende në fazën e negociatave me shtetin shqiptar. Por ajo çfarë zbuloi kryeministri Rama nga Vlora lidhet me ndryshimin e projektit të ndërtimit. Ne nuk e kemi përfunduar akoma sot që flasim negociatën për Sazanin. Republika e Shqipërisë, Shteti shqiptar do jetë pjesë e kompanisë së përbashkët që do të investoj dhe do të administroj ishullin. Projekti i Sazanit ka ndryshuar në proces si projekt ndërtimi. Pra aty do të ketë shumë pak ndërtime, do të ketë një profil kulturor, artistik. Operatorët turistik pyetën Ramën nëse Sazani do të jetë ekskluziv për Xherret Kushner dhe Ivanka Trump, apo do të kenë mundësi që ishullin ta vizitojnë edhe turistë të tjerë. Thonë që qeveria ka shitur ishullin e Sazanit familjes Trumpit, kjo është e pavërtet. Nuk bëhet fjalë për të mbyllur ishullin, pra nuk do jetë një resort i mbyllur, se nuk do bëhet rezervat i privilegjuar. Nga ana tjetër, në prag të sezonit turistik, kryeministri u kërkoi përfaqësuesve të bizneseve në Vlorë që të bëjnë kujdes me çmimet, pasi mund të përballen me braktisjen e turistëve. Nëse Vlora do të marri njollën e vendit ku ti paguan më shumë se sa çfarë të ofrohet, juve i keni bërë gropën vetes. Për të mos u përballur me një situatë të tillë, Rama i këshilloi që çmimet të mos jenë në disbalans me shërbimin. Mirësinë e atyre që i thon turistëve mirë se erdhët, duhet ta konsideroni çelsin e çdo gjëje, jo vlonjaçe e mo, çfarë do marrësh. Qyteti duhet të jetë i pasur dhe për këtë duke që nuk mjafton vetëm puna e bashkisë. Për këtë arsye, ai u kërkoi bizneseve që të pastrojnë edhe jashtë murit të tyre. Momenti që ju e shikoni llozhurat dhe mbeturinat që i hidhen edhe janë 100 metra nga hoteli juaj, duhet të jeni të shqetësuar, nuk duhet të thoni thjesht që mirë janë pasur këtu. Sepse ajo dëmton psikologjikisht atë turistin që ke ti aty. Rama ju dha edhe këshilla biznesi. Bëni parkime me pagesë. Është një investim fitimprurës shumë i dobishëm. Parkimi nuk ka as çarçaf, nuk ka as kuzhinier, nuk ka as magazinier, nuk ka as gjë. Sipas shefit të qeverisë, ka një rritje të numrit të investitorëve, blerësve dhe turistëve. Sali Berisha u kërkoi drejtuesve lokal të Partisë Demokratike për më shumë angazhim në terren dhe online, duke theksuar rëndësinë e komunikimit me qytetarët dhe përdorimin e mjeteve sociale dhe inteligjencës artificiale. Berisha pohoi se gjithë duhet të sakrifikojnë, duke shtuar se miku i tyre është vetëm Edi Rama. U i flen
hasmi nuk flen. Ne do të themi uj flen, opozita nuk flen. Se po fjeti e merr lumi. Sipas Ali Berishës, udhkryqjen në të cilin ndodhet Shqipëria, e qeverisur nga Edi Rama, nuk mund të zgjidhet pa punën dhe sakrificën e drejtuesve demokrat nga qendra në të gjithë degët e vendit. Ai kërkoi angazhim të fortë në terren, por edhe online përmes rrjeteve sociale dhe përdorimit të inteligjencës artificiale. Mes një procesi të brendshëm zgjedhor dhe në prag të protestës së 17 prillit, Sali Berisha u kërkoi kryetaret të degëve të sakrifikojnë, duke marrë pjesë në tubime dhe duke u dhënë një mesazh të qartë për kalimin e debateve të brendshme në plan të dytë dhe të përdorin energjinë vetëm kundër Edi Ramës. Tani kemi një problem. Dhe ky është problem Edi Rama. Pushteti i krimit. Lideri demokrat deklaroi se aktiviteti politik në terren është i domosdoshëm për të gjithë demokratët që kanë poste drejtuese, por është i pamjaftueshëm nëse nuk shtojnë përdorimin e teknologjisë. Duhet të vazhdojmë. Duhet të insistojmë në dialog intensiv me çdo qytetar shqiptar. Ai ka të gjitha mjetet e propagandës në dorë. Ne kemi dy. Kemi takimin, kemi rrjetet sociale. Aktiviteti në terren sipas tij duhet të jetë i fokusuar në organizimin e degëve dhe të antarësimit të reja, ndërsa online puna duhet të fokusohet te dialogu me qytetarët dhe debati me qeverinë. Përdorimi i rrjeteve sociale do kontrollohet. Përdorni apo s'përdorni. Është detyrim. Për atë që drejton dhe ka një post, ai është detyrim. Përndryshe, tri heshtur. Pra, do kalojmë në këtë ne jemi një betejë të vështirë. Ne duhet përdorim çdo mjet legjitim. Në kohën ku po jetojmë, sot inteligjenca artificiale po përparon çdo ditë. Ndaj Berisha kërkon prej të tillë që të jenë një hap me kohën. Duhet të shkarkoni të gjitha AI-t. Ti keni në celular. ChatGPT, Claude dhe Gemini. Ka nevojë. Ka një saksi që rritet gjithnjë e më shumë. Mira emigrantët të cilët erdhën në Shqipëri për festën e Pashkës kanë nisur të rikthehen në shtetin Elen, por si çdo vit edhe këtë herë ata po përballen me mangthin e pritjes në dogan për shkak të fluksit mjaft të lartë dhe punës së ngadalë që bëhet nga pala greke dhe me staf të reduktuar si pasojë e pushimeve. Pas ditën e të hënës në Kapshtic, radha e automjeteve ka kaluar 5 kilometra, ndërsa mes emigrantëve ka edhe fëmijë të vegjël. Situata të tilla përsëriten gjithmonë në rast të festash, sidomos Pashkës, Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Ndërkohë që në palën shqiptare punohet me sportele të plota, radha në tokën neutrale dhe në tokën shqiptare po mbërin deri pranë fshatit Kapshtic. Kemi 2 orë. Shumë. Është hera parë që ka shumë trafik, që po rrim ka shumë trafik, po. 2 orë presin. Jo, nuk ka shtere parë. Do festë kështu, Krishtlindje, Vit i Ri, Pashkë. Kam 1 orë, shumë e lodhshme. Dhe me fëmijët e vegjël. Jo, gjithmonë, po ka shumë raste që ndodh kështu. 2 orë, fiks. Do të ka bëu 1 kilometër rrugë 2 orë. Shumë e lodhshme. Çfarë bën? Unë ka vite që nuk e kam bëu kaq rrugën. Kam 3 orë, shumë e los. Shumë keq, shumë situatë vështirë. Sa ka festa kjo gjendot? Pak e lodhshme, po çfarë bëjmë? Unë hera parë që vi për Pashkët, edhe nuk e di tani hera parë që shohim, ja kalum tani marum. Donald Trump me anë të një vendimi ka bllokuar arterien kryesore të furnizimit me naftë në botë, ngushticën e Hormuzit. Edhe pse pritet për disa ditësh një vendim i tillë, pritet të ketë një ndikim në marrëdhëniet me Iranin. Ai që po i fryn zjarrit është Benjamin Netanyahu, i cili në një prononcim për mediat izraelite tha se armpushimi me Iranin mund të vjetë në pikpyetje shumë shpejt. Amerika bllokon ngushticën e Hormuzit për anijet e Iranit. Presidenti Donald Trump njoftoi hyrjen në fuqi të këtij vendimi dhe lëshoi një kërcënim të fortë për zyrtarët e Teheranit.
Marina e Iranit është në fund të detit, plotësisht është shkatruar, 158 anije. Ajo që nuk kemi goditur është numri i tyre i vogël i atyre që ata i quajnë anije sulmi të shpejt, sepse nuk i konsideronim shumë kërcënim. Paralajmërim, nëse ndonjë nga këto anije afrohet bllokadës sonë, ato do të eliminohen menjëherë, duke përdorur të njëjtin sistem vrasje që përdorim kundër trafikantëve të drogës në anije në det. Është i shpejt dhe brutal. Blokada e ngushticës së Hormuzit është në fuqi dhe më shumë se 15 anije amerikane po kryejnë operacionin. Kështu raporton Wall Street Journal duke cituar një zyrtar amerikan, i cili tha se në lindjen e mesme Shtetet e Bashkuara mund të mbështeten në shkatrues me raketa të telekomanduara dhe disa anije luftarake të afta për të lëshuar helikopter për të mbështetur operacionet. Më herët, kryetari i Parlamentit të Iranit tha se vendi nuk do të dorëzohet para kërcënimeve, shijoni çmimet aktuale në pomp, me të ashtu quajturën blokadë së shpejti do të pendoheni për 4 apo 5 dollar për gallon, u shpreh Mohamed Bagher Galibaf në një postim në rrjetin social X. Ndërkohë, sipas medias izraelite e kanali 12, kryeministri Benjamin Netanyahu beson se armpushimi me Iranin mund të vihet në pikpyetje shumë shpejt. Shefi i qeverisë së shtetit e Bretha se foli dje me zëvendës presidentin e SBA-s JD Vance pas negociatave të dështuara me Teheranin në Islamabad të Pakistanit. Ka interpretime kontradiktore lidhur me pengesat që nuk sollon paqe. Trump njoftoi se dështimi erdhi pasi Irani nuk hoqi dorë nga ambicjet e tij bërthamore, ndërsa ministri i jashtëm i Iranit fajson vendosjen e objektivave nga SBA-ja. Donald Trump dhe Papa Leoni janë përfshirë në një përplasje të rrallë për shkak të qëndrimit të kreut të Selisë së Shenjtë lidhur me luftën në Iran. Trump akuzoi Papën se ishte i dobët ndaj krimit dhe i tmerrshëm për politikën e jashtme. Kjo në një postim në Truth Social. Më pas u tha gazetarëve se nuk ishte ndonjë fan i madh i Papës. Po nuk është mjaftuar me kaq, më vonë Trump ka postuar një marsh të gjeneruar me inteligjencë artificiale të vetes, ku shfaqet se Jezu Krishti teksa shëron të sëmurët. Gjatë një prononcimi për gazetarët, teksa udhëtonte për në Algjeri, Papa Leoni tha se nuk ka frikë nga administrata Trump dhe se do të vazhdoj të flasë kundër luftës. Papa deklaroi se nuk dëshiron të hynte në një debat me Trump. Unë nuk jam politikan, mesazhi është i njëjtë. Të promovojmë paqen, pohoi ai. Të shtunën ndërsa negociatorët iranian dhe amerikan u takuan në Pakistan për bisedime për të dhënë fund luftës, kreu Selisë së Shenjtë i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndalë çmendurinë e luftës. Ai gjithashtu dënoi përdorimin e gjuhës së krishterë për të justifikuar luftën. Kjo nxiti reagimin e ashpër të Trump. Në përgjithësi është e rrallë për një pap të përgjigjet në mënyrë të drejtpërdrejtë deklaratave të udhëheqësve botëror. Pas më shumë se një dekadë e gjysmë dominimi politik, Viktor Orban mposhtet në zgjedhje nga një forcë re politike që premton ndryshim rrënjësor. Fitoria dërmuese e kundërshtarit të tij është një sinjal i fortë për rikthimin e vendit në kursin evropian, me pasoja që pritet të ndihen nga Brukseli deri në Moskë. Hungaria hyn në një kapitull të ri politik. Pas 16 vitesh në pushtet, kryeministri nacionalist Viktor Orban ka humbur zgjedhjet përballë partisë së re të qendrës së djathtë Tiza, duke shkaktuar një tronditje të fortë politike si brenda vendit ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Fituesi i zgjedhjeve është lideri 45 vjeçar Peter Maxar, i cili siguroi një shumicë të rehatshme prej 138 vendesh në parlamentin me 199 vende. Rezultati i jep atij mundësinë të ndërmarrë reforma të thella përfshirë ndryshime kushtetuese dhe luftën kundër korrupsionit. Në Budapest, mira mbështetës festuan fitoren e Tizas përgjatë brigjeve të Danubit. Të dashur bashkëdhetar hungarez, ja dolëm. Tiza dhe Hungaria fituan në këto zgjedhje. Jo pak, po shumë. Në historinë e Hungarisë demokratike, kur më parë nuk kanë votuar kaq shumë njerëz dhe kur më parë një parti nuk ka marrë një mandat kaq të fuqishëm si Tiza. Orban i konsideruar për vite si arkitekt i modelit të demokracisë jo liberale, humbi mbështetjen e votuesve për shkak të stagnimit ekonomik, izolimit ndërkombëtar dhe akuzave për pasurim të elitave të lidhura me pushtetin, edhe pse nuk pati shumë kohë për të përtypur atë që ndodhi. Ai nuk e shmangu dot daljen para mbështetësve për të pranuar humbjen. Rezultati i zgjedhjeve është i dhimbshëm për ne, por i qartë. Pjesëmarrja dhe mundësia për të qeverisur nuk na u dha ne. E kam përgëzuar fituesin. Ju falenderoj të gjithëve për punën e madhe. Kur më parë në asnjë fushat zgjedhore, kaq shumë prej nesh nuk kanë punuar bashkë dhe kaq shumë.
Gjatë fushatës Orban paralajmëroi se kundërshtari i tij do ta fuste vendin në një konflikt me Rusinë, ndërsa Maxhar e paraqiti zgjedhjen si një referendum mes lindjes dhe perëndimit, duke akuzuar Orbanin se po e largonte Hungarinë nga rruga europiane. Humbja e Orban pritet të ketë pasoja të gjera për Bashkimin Evropian. Liderët e BE-s shpresojnë që Hungaria do të heqë dorë nga qëndrimi bllokues, sidomos për ndihmën financiare ndaj Ukrainës. Presidenti Volodymyr Zelensky e përgëzoi menjëherë Maxhar, duke theksuar rëndësinë e një qasje konstruktive për paqen dhe sigurinë. Ndërkohë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se Hungaria zgjodhi Europën, ashtu si Europa ka zgjedhur gjithmonë Hungarinë. Ndërkohë, largimi i Orban shihet si një goditje për aleatët e tij ndërkombëtar, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin dhe presidentin amerikan Donald Trump. Të nderuar teleshikues, ne këtu kemi përfunduar. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Faleminderit për vëmendjen. Mirëmbrëma të nderuar shikues, a2cnn të njehemi me kushtet e motit për 24 orë në vim, mbeten vrenësia dhe rishit e pakta prezente sonte në mbrëmje dhe pak gjatë natës, ndërsa edhe nesër. Pak a shumë e njëjta tablo sinoptike, do të kemi prezencë të rishjeve krejt të pakta, më së shumti në veri dhe në zonat lindore, do t'jenë rishje në formën e rishjeve afat shkurtra, kryesisht në pjesën e dytë të ditës së nesërme, do të kemi po ashtu një rënje të lehtë të vlerave termike si në mëngjes dhe në mesditë me të paktën 1-2 gradë